Gostivari po përballet me rënje të natalitetit, por njëkohësisht me rritje të përqindjes së vaksinimit. Ky është konstatimi i bërë publik sot nga Departamenti i Vaksinimit në Shtëpinë e Shëndetit në Gostivar, në kuadër të shënimit të javës europiane të imunizimit. Me këtë rast, autoritetet shëndetësore kanë përcjellë një apel të qartë për rritjen e ndërgjegjësimit publik mbi rëndësinë etike të vaksinimit në mbrojtjen e shëndetit kolektiv. Motra kryesore e këtij departamenti, Lindita Gashi, theksoi se vaksinimi mbetet ndër arritjet më të mëdha të mjekësisë moderne, duke bërë të mundur kontrollin dhe çrrënjosjen e një sër sëmundjesh ngjitse që dikur paraqisnin rrezik serioz për popullatën. Prej vitit 2024, lindje kishim 466 lindje, viti tjetër kaloi me 367 lindje, tash këto 3 muaj i 4, tash vetëm kena 78 lindje, që ato që do të rritet numri deri ka 300 e diçka përafërsisht. Si është përqindja e imunizimit tani dhe krahasuar me 2 vite më parë? 2 vite më parë ka qenë, folim veçanërisht për morbili rubeola parotitin, me vaksinim 89%, tash 2 vite përpara ka qenë 86%. Kështu që kemi një rritje të mirë në kuadër të javës evropiane të imunizimit, siç e kena praktikuar çdo vit, po edhe këtë vit kemi një mundësi shumë të rëndësishme për të rritur ndërgjegjësimin mbi rolin jetik që kanë vaksinat në mbrojtjen e shëndetit publik. Vaksinimi thjesht nuk është një proces mjekësor, por një siguri shumë e rëndësishme e shëndetit e të ardhmes sonë. Ajo bëri të ditur se këtë vit java europiane e imunizimit zhvillohet nën motën "Mbrojmë gjeneratat", duke nënvizuar se vaksinimi i rregullt nuk mbron vetëm individin, por edhe brezat që vinë. Njëkohësisht ajo apeloi që prindërit të mos presin momentin e regjistrimit në shkollë për të vaksinuar fëmijët, duke rikujtuar se imunizimi i rregullt është kusht për regjistrim. Gashi u bëri thirrje nënave që lindin jashtë Gostivarit që të paraqiten në njësinë e imunizimit, pasi këta fëmijë shpesh mbeten jashtë evidencës dhe rrezikojnë të humbasin doza të rëndësishme vaksinale. Ftojmë të gjithë prindërit, ju bëjmë apel që të informohen dhe të bashkëpunojnë me ekipën tonë të vaksinimit në këshillëmorën tonë, që të vinë dhe të interesohen për shëndetin e tyre, për kalendarin e vaksinimit, sidomos apeloj prindërit të cilët kanë fëmijë të lindur 2020-s, tash çka i planifikojnë për klasë të parë, mos të presin muajin maj të vinë për një vërtetim te ne. Nuk është kryesore vërtetimi jipet, por është interesimi dhe të shohë prindëri a e ka të mbaruar kalendarin e vaksinimit parashkollor. Për shkak se klasa e parë fillon me njërë me vaksinimin e shkollorit, me njërë startojnë prej shtatorit, edhe atë deri në moshën 18 vjeçare fillon vaksinimi shkollor. Njërisi në programin e imunizimit është edhe aplikimi i vaksinës kundër HPV për të dyja gjinit, si për vajzat ashtu edhe për djemt, dhe pse interesimi mbetet ende i kufizuar sipas saj, përvoja ndërkombëtare dëshmon përfitime të mëdha afatgjate. Vende që e kanë aplikuar këtë vaksinë për një periudhë më të gjatë si Australia kanë shënuar ulje të ndjeshme të rasteve me kancer, theksoi ajo. Nga shtëpia e shëndetit në Gostivar thonë se vaksinimi është jo vetëm një mbrojtje individuale, por një përgjegjësi kolektive, duke u bërë thirrje prindërve që të informohen dhe të respektojnë kalendarin e imunizimit për të garantuar shëndetin e fëmijëve dhe të shoqërisë.